një tjetër edicion I suksesshëm, profesori I çmimit Pjetër Gaci, që nderon një figurë të shuar, promovon muzikën klasike dhe gjithashtu I jep hapësirë talenteve të reja. Po, ishte vërtet një ngjarje shumë e bukur për qytetin tonë, ishte një hap tjetër përpara në këtë kohën e teknologjisë, me thënë drejtën, ka ndjehen deficitet e produkteve gjysmë të gatshme të cilat ofron interneti, që këto zanatet aplikative siç është ky zanati jonë janë pak në një farë krize, do të thoja, por fakti I pjesëmarrjes masive, fakti I cilësisë lartë në pjesëmarrje, sidomos I moshave të mëdha do ta nënvizoja sepse ka ndodhur fenomeni që vitet e fundit nuk kemi pasur mosha të mëdha, kemi fillestar, kemi nxënës shkollës fillore, po të shkollës mesme dhe universitetit të dy stegjeve, nivelet studime në universitet, masiviteti ishte goxha I madh këtë radhë dhe sigurisht ky masivitet sot edhe cilësinë e vet. Shumë vështirë për t'i vlerësuar, na besoni që zhuria është gjithmonë në një moment të vështirë se don që të gjithë t'i promovojë, të gjithë t'i çojë përpara sepse ata gjithë e meritojnë, por këto janë rregullat e konkurseve, këto janë rregullat edhe të jetës në një farë kuptimi, është një rezultat që ti duhet diferencosh dikënd dhe ne dhamë sonde çmimin e parë të madh, çmimin e dytë të madh, edhe çmimin e tretë të madh të konkursit Pjetër Gaci. Unë tash jam disi më I çlirt se sa që isha një ditë më parë apo dy ditë më parë, kur me intensitet lartë kemi punuar, kemi ndëgjuar me orë të zgjatura. Falenderoj gjithkën bënit mundur realizimin e këtij aktiviteti, por sidomos do doja të veçoja stafin e Teatrit Migjeni, I cili me thënë drejtën na ka hap dyert dhe na ka dhuru këtë tempull të muzikës tonë ku nder për ne, por sidomos për perspektiven e artistave të ri shumë nder. Edhe diçka e fundit, si do të jetë ardhmja e çmimit Pjetër Gaci? Ka ide, në fakt ka mundësira që ky të shndrohet vërtet, ky quhet një konkurs ndërkombëtar se një pjesë e mirë, do të thoja gati 40% e pjesëmarrësve këtë vit ishin nga jashtë territorit shqiptar, por mendoj që duhen studiuar forma, ka hapësira. Unë gjithmonë e kam thënë, Shkodra ka një orkestrë simfonike për shembull. Do të ishte në nderin edhe të qytetit edhe në interesin edhe të orkestrës që fituesit paktën të jetë I ftuar. Të jetë një kriter për zgjedhje për të performuar një herë me orkestrën e qytetit, pse jo? Ose ashtu siç ishte sande grupi me aftësi ndryshe I The Door, mund të ishte një seksion I orkestrës simfonike, apo që të shoqëronte fjala bie një apo dy nga pjesët e zgjedhura për koncertin final. Kështu që ideja ime është që ka forma, ka mundësi, ka energji të brendshme, që mund t'i çojmë përpara, po këto ndoshta duhen vunë tonë, ose duhet bërë zëri I madh, kështu siç po bëjmë ne sonde.